Në mbledhjen e zhvilluar mesditën e kësaj të mërkure, Komisioni i Emergjencave Civile të Qarkut Shkodër analizoi situatën e krijuar nga rreshjet e shiut, të cilat vijojnë prej 5 ditësh. Sipas prefektes së Qarkut Shkodër, Holta Duda, aktualisht situata hidrometeorologjike paraqitet e stabilizuar. Megjithatë, zona më problematike mbetet Oboti, në njësinë administrative Ana e Malit, Bashkia Shkodër. Si pasojë e rreshjeve intensive dhe shkarkimeve nga hidrocentrali i Vaut të Dejës, në këtë zonë ka prani uji në rrugë deri në 50 cm, çka vështirëson qarkullimin e mjeteve të ulta. Ndërkohë, prefektja Duda bëri të ditur se furnizimi me energji elektrike është rikthyer në shumicën e zonave që kishin përjetuar ndërprerje gjatë ditëve të fundit. Punimet vijojnë ende në zonën e Kelmendit, ku janë evidentuar probleme me energjinë, ndërsa ekipet teknike ndodhen në terren për riparimin e defekteve dhe rikthimin e plotë të furnizimit. Sa i përket shkarkimeve nga hidrocentrali i Vaut të Dejës, këtë të mërkur ato janë në nivelin 1600 metra kub ujë në sekond. Autoritetet vendore u bëjnë thirrje banorëve të zonave më të rrezikuara të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin me vëmendje çdo zhvillim apo përkeqësim të mundshëm të situatës. Momentalisht që ne flasim, situata hidrometeorologjike në Qarkun Shkodër duket e stabilizuar, sigurisht që në varësi të parashikimeve të motit, patjetër që monitorimi në terren do të jetë i vazhdueshëm i këtyre strukturave në mënyrë të afërt dhe në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë kohës, po ashtu edhe koordinimi me të gjithë institucionet dhe autoritetet përkatëse, të cilët janë institucione kyçe në menaxhimin e situatave emergjente që mund të paraqiten, është esencial në këtë moment. Sigurisht dua të përfitoj edhe nga ky moment që të i bëj një thirrje qytetarëve, të cilët në mënyrë të vazhdueshme të ndjekin të gjitha publikimet dhe të gjitha thirrjet zyrtare të autoriteteve për të treguar kujdes, sidomos në lëvizjet në zona të cilat kanë tendencë historike për përmbytje, por edhe në zonat të cilat ndodhen pranë rrjedhave të burimeve hidrike, sidomos në zonat rurale, në zonat malore, të cilat janë të njohura për problematika të cilat mund të vinë edhe në mënyrë të papritur. Ne jemi gjatë gjithë kohës në monitorim në terren, në lidhje me strukturat e emergjencave civile dhe patjetër jemi në dispozicion të qytetarëve për çdo problematikë që ato mund të kenë. Përveç se kujdesit të shtuar dhe le të themi atyre njoftimeve në mënyrë të vazhdueshme për çdo situatë që ne mund na paraqitet, patjetër që ne jemi në dispozicion edhe për çdo situatë të cilën ato do të mund ta adresojnë drejt institucionit ton, por edhe drejt të gjitha institucioneve të cilat janë në dispozicion për qytetarët. Nga të dhënat që kemi, cilat janë zonat më problematike në këto orë? Nga dhënat që kemi, në fakt ka pasur disa për zona problematike. Unë po bazohem tek zonat problematike të 24 orëve të fundit. Zona e Obotit është një nga zonat të cilat le të themi ka pasur prani të ujit të shtuar. Madje në rrugën kryesore ka dalë të ujit diku me një mesatare 30 deri në 50 cm, ku mjetet e kalueshmërisë së ulët nuk mundet të kalojnë lirisht në këtë moment, dhe për këtë arsye, pikërisht në këtë zonë, është vendosur në dispozicion një mjet i kalueshmërisë së lartë dhe trupa të forcave të armatosura, të cilët ndihmojnë pikërisht banorët e zonës që kanë nevojë të zhvendosen pikërisht përtej kësaj zone që është më e pakalueshme. Po monitorohet nga afër dhe disa zona në Bashkinë e Vaudejës, meqense janë zona të cilat janë disa banesa të izoluara nga uji i cili ka dalë në mënyrë të papritur dje nga shtrati prej Glinës, që ka dalë në mënyrë të papritur nga shtrati. Madje ka patur dhe një dëmtim i cili është vlerësuar si jo kritik në argjinaturën e tij, për të cilin po punohet për riparimin në kohë dhe menaxhimin e situatës në terren. Në këto momente që ne flasim, në fakt është stabilizuar një shkarkim deri në 1600 metër kub për sekond nga hidrocentrali Vaudesit. Është një shkarkim në total nga portat së bashku me prodhimin, është një shkarkim i cili është monitoruar gjatë gjithë kohës që të jetë në parametra të tillë që të ruaj sigurinë sigurisht të banorëve dhe të pronës së tyre dhe njëkohësisht të ruaj
kotat kritike të hidrocentraleve, të cilat patjetër janë edhe një nivel tjetër i sigurisë infrastrukturës kritike. Gjatë këtyre 5 ditëve ka fshatra që janë pa energji elektrike në malësi të madhe, në rrethina ka patur gjithashtu prej ditësh mungesë energjisë elektrike, cilat janë dhënat që vijnë nga OSHE dhe kur mund të rikthehet energjia për këtë zonë, me qenë se ditë të tilla bëhet një problematikë më e thjeshtë. Është e vërtetë, ka pas disa problematika, të cilat në mënyrë të menjëhershme janë adresuar në autoritetin përkatës. Realisht grupet e punës kanë qenë gjatë gjithë kohës në terren, dhe kjo është konfirmuar edhe nga patjetër grupet e emergjencave civile cilët paralelisht janë gjendur në situatë edhe për verifikimin e ankesave edhe nga banorët, duhet thënë kjo. Megjithatë, në shumë njësi ka pas problematika, le themi, më madhore se sa ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike. Vazhdohet puna akoma në disa zona për shkak të defekteve në transformator, po punohet intensivisht që energjia tashmë të jetë në mënyrë të pandërprerë në gjitha zonat që janë prekur nga kjo problematikë. Në një pjesë të madhe të tyre, në fakt, energjia elektrike, këto momenti që ne flasim, është rikthyer. Megjithatë, është vetëm një zonë në zonën e Kelmendit, ku ka patur një problematikë pak më madhore për cilën po punohet intensivisht që sa më parë të jetë çdo gjë pa problem. A ka segmente rrugore të bllokuara nga rrëshqitja e dherave? Të bllokuara plotësisht nga rrëshqitja e dherave në këtë moment nuk kemi segmente rrugore. Në fakt ka patur disa rrëshqitje dherash intensive në zonën e rrugës, në zonën e Dugazhinit, një zonë e cila është e njohur për problematika të tilla në të vërtetë. Janë menaxhuar në kohë duke pastruar segmente të cilat ishin të bllokuara momentalisht. Patjetër vazhdon problematika dhe bllokimi në segmentin e rrugës Prekalit, për cilët punohet intensivisht për t'i dhënë zgjidhje sa më parë dhe një zgjidhje sa më të qëndrueshme dhe të vazhdueshme, le të themi optimale, në mënyrë që qytetarët i kenë të gjitha akseset e lira. Skuadrat e njësive vendore janë të gjitha në terren dhe po punojnë intensivisht që çdo aks rrugor rural të jetë i kalueshëm në zonat urbane. Në Bashkinë Shkodër nuk ka patur asnjë bllokim, qoftë edhe prani të tepër të ujit, e cilat jetë bërë pengesë për kalueshmëri normale apo për përditshmëri normale të qytetarëve. Edhe çdo rrëshqitje dhe u e cili mund të ketë rezultuar në zonat rurale është menaxhuar në kohë më optimale në mundshme nga njësitë vendore. Banorët e zonës bardhave kanë marrë alarmin sa i përket urës mbi tyre, cila rrezikon. Ura Po, në fakt, ne përpara se sa të vijonim me mbledhjen e Komisionit Emergjencave Civile, erdhëm pikërisht nga inspektime, pikërisht në urën e Bardhajve, por edhe në urën e Bleranit, për të cilën unë duat ndalem shkurtimisht, sepse në urën e Bleranit, sot batalioni Gjenjo me trupat e tyre punojnë për vendosjen e një ure bejli, për të lehtësuar dhe për t'i dhënë një zgjidhje pikërisht kalimit në një zonë e cila ishte realisht rrezikohej bllokimi totali një numri shumë të mallbanorësh të asaj zone, dhe në këtë moment po punohet intensivisht që të kryhet një kohë sa më të shkurtër pikërisht vendosja e kësaj ure që do t'i japë një zgjidhje përfundimtare problematikës në atë zonë. Ndërkohë në urën e Bardhajve është bërë verifikimi edhe nga Drejtoria e Bordit të Kullimit i argjinaturës, nuk paraqet rrezikshmëri argjinatura në fakt në atë zonë. Ura e Bardhajve është një nga projektet të cilat patjetër do të studiohen dhe do të bëhet vlerësimi. Në këtë moment që ne flasim, nuk paraqet rrezikshmëri, por paraqet prioritet për të vlerësuar dhe për të evidentuar si një nga hotspotet e cila mundet që të aplikohet me projektin VMC me emergjenca civile. Por kjo është diçka e cila nuk e mohon faktin që vlerësimi është bërë në terren
dhe nuk ka paraqitur diçka problematike ose ndonjë situatë emergjente eventuale në këtë moment. Alcinë e madhe, në fakt, kemi patur një problematik tjetër, e cila në këtë moment nuk është më aktuale, sepse roji i thatë është tërhequr tërësisht nga rruga dhe po punohet nga Bashkia Malësisë Madhe pikërisht për rehabilitimin e kësaj rruge për ta kthyer kalueshmërinë në normalitet. Mirë po ajo është një pikë kritike e cila ka paraqitur vazhdimisht problematika nga dalja e projit të thatë, nga vërshimi i projit të thatë në situata të caktuara. Kështu që normalisht ajo është një rrugë e cila vërtet izolon një pjesë të madhe të banorëve të këtyre fshatrave, por punohet intensivisht që është e vendosur tashmë në prioritetet e Bashkisë Malësisë Madhe, edhe nga mbledhja me shtabin e emergjencave civile e kemi evidentuar këtë problematikë dhe patjetër do të jetë prioritet.